që janë komplet individuale në pjesën e asaj se çfarë po tenton lëvizja vetëndosë të gjejë zgjidhje, pra duke tentuar që individualisht përmes ofertave të ndryshme siç e përmendi zonja Balja, apo edhe tentimit për taku individualisht deputet të partive të tjera, pra që të arriti të bëj votat, por që janë veprime cilat ne nuk i shohim, nuk janë publike, pra dhe nëse kemi parasysh se çfarë po ndodh realisht në atë çfarë ne shohim, ne jemi ndjeni takimet, domethënë nuk kemi as takime, as tentime për të arritur një marrëveshje, po flas për partitë në këtë rast. Duke i lënë anash pra këto tentime individuale që kryesisht janë më shumë në tipit të pazareve që zakonisht partitë bëjnë në mënyrë që të arrijnë të mbledhin ato vota apo ato numra që ata kanë nevojë. Kështu që deri me tani Alba nuk po shohim ndonjë veprim të caktuar këtë rast as nga ana e partive që kanë qenë në opozitë, pavarësisht që ndoshta përgjegjësinë e kanë pak më të vogël, kjo nuk do të thotë që ato nuk kanë përgjegjësi sa i përket tejkalimit të kësaj situate. Kështu që jemi në situatë që thjesht nëse vazhdon kështu dhe nëse nuk do të ketë veprime tjera që besoj që duket se zgjidhja e vetme deri diku mund të jetë eventualisht një marrëveshje politike për të shkuar në zgjedhjet e reja, ose veprimet e zonjës Osmani për të kërkuar mendimin e gjykatës kushtetuese, e cila po ashtu nuk na garanton që do të sjellë zgjedhje ose zgjidhje, por të paktën mund të jap një rrugë, po them, një lloj drejtimi e gjithë kësaj situate. Nëse nuk kemi veprime të këtilla, pak po them, nëse mund t'i quaj kështu në thonjza më radikale, qoftë nga ana e presidentes ose një marrëveshje eventuale mes partive politike për zgjedhje të reja, atëherë nuk duket se ka mundësi që të ketë veprime tjera, duke pas parasysh se lëvizja vendose nuk pranon as për të 21 herë ta ndryshoj emrin, çka është pak a shumë kërkesë e partive që kanë qenë në opozitë deri tash. Nga ana tjetër kemi qëndrimin e partive ish opozitare që në asnjë formë disa prej tyre nuk e duan Albulin Axhiun, e disa prej tyre nuk duan të votojnë asnjë kandidat të lëvizjes vetëvendosje, me idenë që është ajo që duhet të siguroj shumicën dhe nuk ju takon partive tjera që kanë vendosur që të jenë opozitë, nuk ju takon atyre që të mbledhin vota për lëvizjen vetëvendosje. Kështu që jemi në situatë komplet të pakuptueshme, të them drejtën, Alba, ku kemi ish opozitën që fajson partinë në pushtet, që duhet ta pranojmë që në këtë rast kanë të drejtë, sepse pra po them duke qenë se është partia e parë, faji dhe përgjegjësia shumë e madhe tek ajo, po në anën tjetër pastaj kemi edhe pjesën e lëvizjes vendosje apo aleatët e saj, që realisht fajin e hedhin komplet tek partitë që kanë qenë në opozitë, me idenë se ato nuk po marrin pjesë në votim, se nuk po duan të konstituohet kuvendi, se domethënë thjesht jemi në situatë komplet të pakuptueshme, por që nga gjithë kjo fatkeqësisht Alba, ata që po humbin më së shumti janë qytetarët e Kosovës dhe shteti i Kosovës, sepse ne jemi aktualisht pa institucione, rrezikojmë të humbin fondet nga Bashkimi Evropian, rrezikojmë ta zvarisim edhe më shumë procese të rëndësishme për vendin, për shkak të ligje ndërkombëtare, funksionimin fillimisht të demokratik të vetë shtetit dhe institucioneve, por po ashtu edhe, po them, humbjen e rastit që Kosova të jetë pjesë e shumë aktiviteteve të ndryshme, qofshin ato rajonale ndërkombëtare për shkak të mungesës së një përfaqësimi institucional, sepse momentalisht vetëm zonja Osmani është kushtimisht po them legjitime në rolin e saj si presidente, ndërsa pjesa tjetër e ekzekutivit dhe legislativit janë ende pa një, po them, vulë përfundimtare të asaj se kush janë dhe çfarë përfaqësojnë.